Unë po them që kjo është e qartë. Propozimi i zotëri Ramusës është që të futet në projekt buxhet. Është propozim, apo kuptoni? Jepet drejt. Faleminderit shumë. Reg, ato që tha kryetari më herët është një problematik. Nuk mundna me deformu buxhetin me një projekt për asfaltim të rrugës te Kulla Liris. Nuk jena të interesuar me shtu rrugën 3 metra te Kulla Liris. Jemi të interesuar me bëni projekt gjithë bashkaresht me Ministrinë e Infrastrukturës. Nëse na shtina në qarkore në buxhetit ose në buxhet vitit 2023, na e kena të pamundshme me marrë mjetë për Ministrisë mbi atë projekt. Për çështjen e mirëmbajtjes të Kullës Liris edhe të shkronjave të QK-s është çështje diskutimit. Ajo nuk ka ndonjë kosto të mëdha financiare. Por rruga, nëse ti bën rrugë 5 metra, 1500 metra, kosto minimale, vish deri te Kulla Liris, pa përfshi pjesën e Belincit, kushton 500.000 euro me çmime të rregut. Ti me 500.000 euro me çmime të rregut, me 1500 metra. Ideja është me përfundu një qarkore deri në fshatin Belenc, që edhe maunat edhe mjetet e rana mos me kalu as në për Reçak, as në për pjesën e Petrovës. Në qatë projekt me shti edhe Kullën e Liris. Na e deformojna buxhetin e vitit 2020 si projekt. Për mirëmbajtje mund ta diskutojmë sot dani, por për si projekt, neve na pamundson me kërku në Ministrinë e Infrastrukturës fonde për çat rrugë. Faleminderit. Faleminderit edhe njerëz të tjerë Ramusa dhe ta përmbyllim se drejtor, faleminderit për sqarimet. Mos bani mjegulli, nuk është kërkesë për parimet, është kërkesë Abdullah Musliut. Nuk ka bon kërkesë personale, nuk ka kërku me qu asfalt të shpia, ka kërku me qu asfaltin të Kulla Liris, monument historik. Është propozimi i Partisë Demokratike. Me hodhë në votim, na jem për me hin ligjë buxhetit. Edhe s'ka të keq kur gjon këto. Nuk prishet qarkuria buxhetore pse shtrohen 1500 metra asfalt drejtar. Nëse buxhetin që është hera e tretë jam në kuvendën e. Është një propozim që ka bën namën grupit pa të asamblesë dhe zotëri Ramusa. Është propozim që të futet në buxhet. Buxheti ka mu projektu, ka me shku ndëgjime publike. Apo e kuptoni, është propozim. Nuk e di unë pse kjo nuk është e paqartë. Propozim. Po, zotëri Mujota. Faleminderit kryesues, unë si kërkesë kum lyp gjitha kërkesat më shqyrtu edhe Abdullahit edhe gjitha kërkesat edhe përkroj si kërkesë. Unë votën e jap për kërkesën e Abdullah Musliut. Si kërkesë. Nuk jap vot partijake. Nuk du mi bon se të Kulla Liris edhe të shkruajnja të QK-s gjitha subjekt se cili individ, se cili asambles të i obligun me bon një argat për qatë punë. Nuk i doj këtu vija partijake. Kjo të Kulla Liris na bashkon gjithçka, ideali, mbi gjitha im shqiptar gjithë. Kullëm propozimin votim. Nuk do me thonë, po edhe nëse kalon, ka më rishqyrtu buxheti. A kena mundësi, as kena mundësi. Kjo ka me tem diskutimi edhe të buxheti. Ti spjegue, kjo të kërku që kjo të shqyrtuhet në buxhet. Kur të vje buxheti, ba kia, si ki votat, kjo kalon, po këtë dishka tjetër bje edhe s'kalon buxheti. Mos t'i ndërlikojmë sana. Po më vjen mirë që une nuk po du me do me bo partijake. Ju lutem kur unë animisht na mujna me votu këtë kërkesë. Ju kisha lutur që ta përkrajmë këtë pikë me propozim zotëri Ramusës edhe mos të vazhdojmë më shumë të zgjatemi. Po kërkesën e zotëri Abdullah Musliu dhe propozimin që e boni tash zotëri Ramusa në emër të grupit të PDK-s. Kush është për? Propozim.
unanimisht kalan, do thot kërkesat shtyhen deri në komisionin që do të themelohet deri në pikën deri në seancën e radhës. Abstenim. M'fal. Atëherë kemi ne abstenim. Hajtë në rregull është. Shijem, shoj vi. Shkruje minus 1. Vazhdojmë, më falni, fillimisht për ju bëj pyetje tashon juve. A jeni të interesuar me vazhdu pikën tjetër, apo jeni të interesuar me shkum pauzë për drejk? Me hongër buk. Unë sot jam në rëndë. Po veç akova. A jeni për pauzë? Atëherë sa po e caktojmë? 1 orë pauzë, ju los që të ktheheni në kohë. Se kemi edhe shumë pika tjera që cilat kemi diskutuar. 12:15. 1:15 ju los që gjithë jeni në sallë. Faleminderit shumë.